Zvicër, Kolumbi, kush shkën tutje sipas teje? Në bosë e asoj se çfarë pe në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë. Unë personalisht duke po që pjesë e ekipit kombëtar Zvicrës kam edhe 2 ish bashkëlojtar të mi që i kam pas në Zvicër tek ekipi i Luzernit, pa diskutim që kam dëshirë që të kaloj Zvicra. Cili janë ata, David? Është Ardonja Shari dhe është një lojtar tjetër Luka Zhakes, i cili është i dëmtuar, është qendërmbrojtës. Ka luajtur në ndeshjen e parë më duket. Po. Edhe kam dëshirë që Zvicra të kaloj tutje. Ke qenë bashkëtor me Ardonja Sharin apo? Cila është forca e Zvicrës këtu përballë Kolumbisë? Pse kalon tutje vetëm për vetë profa? Ma shqip. Tash me kthy përgjigje. Jo më shqip. Mas pore jemi domosdoshmë për vetë faktin se kam edhe miq domosdoshmë që lozin aty, kam dëshirë para, pastaj duke po që Zvicra për mendimin tim ka skuadër më kompakte pavarësisht mungesës që ka, domosdoshmë një mungesë të rëndësishme. Po besoj që për mendimin tim asa e njohun futbollin, them që ka skuadër më cilësore se Kolumbia. Apo i do është prof? Unë nuk